Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha. Ky është edicioni i mesditës, nisi menjëherë me lajme të ndryshimet e kodit penal që do të pamundësojnë pezullimin e posteve të larta shtetërore nga prokuroria e posaçme, mbërrin nesër në kuvend me firmën e kryeministrit, kreut kuvendor socialist dhe kryetarit të Komisionit të Ligjeve. Ndjekim materialin. Socialistët do të depozitojnë të hënën ndryshimet ligjore që zgjidhin përfundimisht pezullimin e një ministri nga drejtësia, pasi gjykata kushtetuese dështoi të vendosë për padin e tij kundër pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres Balluku. Kryeministri Edi Rama tha se shumica do të adresojë boshllëkun ligjor që lidhet me nenin 242 të kodit të procedurës penale në hijen e parimit të ndarjes së pushteteve kushtetues. Ne do kalojmë për te rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë bashku me kryetarin e grupit Toland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar me njëherë boshllëkun në fjalë. Nisma do të paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës, ditën e hënë në mëngjes, dhe do të jetë transparente edhe për opinionin publik, pasi prezantimi i nismës do të bëhet me praninë e medias. Rama thot se nuk mundet drejtësia të pezullojë një antar të një organi kushtetues duke bllokuar funksionet e ekzekutivit. Nëse ti thua që unë pezulloj një ministër, unë pezulloj presidentin e Republikës, unë pezulloj kryetarin e kontrollit lartë shtetit dhe ku di unë disa të tjerë që mbulojnë funksione të padelegueshme, faktikisht ti prodhon një pasojë të menjëhershme të barabartë me shkarkimin, sepse nuk është pezulluar thjesht personi, siç mund ndodhi me një drejtor, punën e cilit e bën dikush tjetër, por është pezulluar funksioni. Ndërkohë që pikërisht për shkak të funksionit, emërimi apo shkarkimi i ministrit nuk është gjëkundi kur në asnjë vend të botës, mund ta them me plot gojë tani, sepse nuk e ka nxjerr dot kush një rast kur në një vend botës kjo kompetencë është e një prokurori dhe një gjykatësi në një seancë paraprak. Ndërsa në emër të pavarësisë të gjyqësorit të ndërhyet në kompetencat e legjislativit apo të ekzekutivit. Pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e 2 pushteteve të tjera, legjislativit dhe ekzekutivit, të cilat ndër të tjera kanë edhe të drejtën dhe detyrën të emërojnë apo të shkarkojnë ministra. Dhe kjo e drejtë dhe detyrë nuk ndahet me gjyqësorin, nuk i takon gjyqësorit dhe nuk mund lejohet që ta marrë gjyqësori. Neni 242 i kodit të procedurës penale parashikon që përveç deputetëve dhe kryebashkiakëve të cilët janë të zgjedhur drejt për drejt nga populli, masa e pezullimit është rri edhe tek presidenti, kryeministri, antarët e qeverisë, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, avokati i popullit dhe institucione të tjera kushtetuese monokratike. Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë të enjten më 19 shkurt në mbledhjen e Bordit të Paqes në Washington. Shqipëria pa kontribut financiar do të ulet e barabartë me shtetet themeluese dhe respektuar ndërkombëtarisht, duke e theksuar rolin e saj aktiv në diskutimet mbi të ardhmen e paqes. Të njëjtën e 19 shkurtit, kryeministri Edi Rama do t'i bashkohet presidentit amerikan Donald Trump në takimin e parë me shtetet themeluese të Bordit të Paqes. Shqipëria nuk do të kontribuojë financiarisht, por në Washington do të ulet e barabartë me shtetet e tjera dhe respektuar ndërkombëtarisht. Do të jem në Washington për themelimin zyrtar të Bordit të Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelues dhe ku Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të antarësuar apo për të qëndruar si antare përhershme, po kontribon me dinjitetin dhe me atë që e ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht.
Rama tha se ftesa nga presidenti Trump i erdhi ndërsa opozita hidhte fishek zjarre dhe molotov, jo vetëm poshtë zyrës së tij, por dhe në kuvent, bashkë me tumnajën se nuk e kalon oqeanin, dhe këtu shefi i qeverisë nuk haroi të përmendte as protestën e së martës, të asaj që e quan e vetmja parti në Europë që udhëhiqet nga dhuna dhe shkatërimi i pronës. Dhe mercenarët u rishfaqën përsëri në krye të kësaj jave dhe bën dhe më shumë dëm, duke kaluar tani më në hedhjen e bombave të mirëfillta artizanale të përgatitura nga udhëheqja e të ashtu quajturës dhe ndjespastës Partisë Demokratike dhe duke plagosur ende më shumë punonjës të policisë të farë protestash me atë pislëkun që krijojnë në bulevard, janë si një jashtëderdhje në rrugë e plakut lajfitur që i organizon dhe pastaj fërkontuart kur pamjet e jashtëderdhjeve të tij dalin nëpër mediat e huaja duke lënduar imazhin e Shqipërisë. Por për Ramon rezultati është i qartë, një parti që shkërmoqet për ditë. Është një degenerim i pandalshëm dhe shpërthimi i dëshpërimit të pangushëllueshëm. Rezultati rrudhja mëtejshme e një partie, ti thuash, e një force, se di qa force, kam e një arradheje politike që s'ka më asnjë mision. Në shënimet e kësaj jave nuk mungoi asnjë koment edhe për atë se ç'po ndodh në Hag. Kërkesa për 45 vite burg për të 4 figurat domethënëse të luftës shqiptare ishte një bombë e hedhur mbi popullin dhe mbi Republikën e Kosovës. Ky nuk është një turp për ca prokuror, për atë far idioti ndërkombëtar që dilte dhe lexonte broçkulla. Ky është një turp për shtetet që e mbështesin atë gjykat, që e paguajnë atë gjykat. 9 deputet të Parlamentit Evropian bërrin javën e ardhshme në Tiranë për të dhënë mbështetjen e tij për reformat e Shqipërisë për antarësimin evropian. Delegacioni i drejtuar nga kreu i Komisionit të Jashtëm McAllister do të diskutojë me qeverinë mbi reformat prioritare dhe avancimin në negociatat me Komisionin Evropian. Shqipëria hapi në një vit të gjithë kapitujt në bisedimet me Brukselin dhe pritet të mbyllë negociatat në 2027. Një delegacion prej 9 eurodeputetësh i Parlamentit Evropian do të mbërrijë në Tiranë javën e ardhshme. Delegacioni i kryesuar nga kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme, David McAllister, do të zhvillojë takime pune nga data 16 deri në 18 shkurt në Shqipëri dhe Maltëzi, dy vendet kandidate që kanë avancuar në procesin e antarësimit për të vlerësuar progresin dhe rrugëtimin e deritanishëm drejt aspiratës europiane. Eurodeputetët do të diskutojnë për reformat prioritare ndërsa pritet të rikonfirmojnë angazhimin e Parlamentit Evropian për t'i mbështetur në rrugën e tyre europiane. Agenda parashikon takime me qeveritë dhe parlamentet në Shqipëri dhe Maltëzi, kryesisht në përmbushjen e objektivave që burojnë nga grup kapitulli i themeloreve. Si Tirana, ashtu dhe Podgorica janë pararoj në procesin e antarësimit. Malizi ka mbyllur përkohësisht 13 kapituj negociues, ndërsa Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe është në pritje për mbylljen e tyre. Brenda këtij viti, Shqipëria synon të mbyllë deri në 16 kapituj të negociatave në mënyrë që brenda 2027-s të përfundojë gjithë procesi teknik. Ky vit konsiderohet vendimtar për Shqipërinë, e cila duhet të përafrojë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian dhe të mbyllë 33 kapituj të negociatave vitin e ardhshëm, sipas një plani të dakordsuar me Brukselin. Por sfidë mbetet vota politike, aty ku antarësimi duhet të ratifikohet në parlamentet e 27 vendeve anëtare. Për këtë arsye, deputetë të Parlamentit shqiptar kanë nisur takimet me kolegët evropian për t'i njohur nga afër me punën e bërë dhe reformat e ndërmarra në përmbushje të ambicjes që brenda 2030-s Shqipëria të ulet me të drejta të barabarta në tryezën e Bashkimit Evropian. Policia e Tiranës ka arrestuar 22 vjeçarin Iris Gjaldo Gjuta, është nip në fakti Vladimir Gjutës, pas ngjarjes së ndodhur në hotelin e familjes së tyre, ku një 18 vjeçare u vetë plagos me armë zjarri. Por çfarë ka ndodhur konkretisht dhe çfarë dyshon Policia e Tiranës mbi këtë ngjarje, ne do ta mësojmë në këtë moment. Le të lidhemi me kolegun Ervin Leka.
Ervin, përse është arrestuar 22 vjeçari? Bëhet fjalë për 3 vepra penale që rëndojnë mbi të dhe janë ngritur nga ana e policisë së shtetit, por edhe nga prokuroria e Tiranës, dhe i arrestuari Erisaldo Gjuta, pra është i dashur i vajzës 18 vjeçare që tentoi edhe të vriste veten me armën që i përket pikërisht Erisaldo Gjutës, 22 vjeçare që tashmë është arrestuar nga ana e policisë. Bëhet fjalë për veprat penale të moskallëzimit të krimit, veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës, por edhe armbajtje pa leje. Pavarësisht arrestimit të tij, 22 vjeçari ende nuk ka treguar se ku është arma me cilën u vetë plagos, paktën deri në këtë fazë hetimi, siç dyshohet nga ana e policisë, 18 vjeçaria, ndërsa të paktën sipas asaj se çfarë ka dëshmuar para oficerëve të policisë gjyqësore, nuk ka qenë brenda ambienteve të hotelit në momentin që ka ndodhur ngjarja, por ka qenë në oborr me persona të tjerë që e shoqëronin familjar të tij, dhe sapo ka dëgjuar të shtënën e armës, është ngjitur për në dhomën ku ishte 18 vjeçaria dhe ka gjetur të plagosur, ku në fakt ka thënë se i kanë dhënë dimën e parë dhe më pas pra ende nuk dihet se ku është arma, është shprehur mohues duke thënë se nuk e di se ku është arma, me vezi se policia po vijon veprimet hetimore për të zbardhur plot të ngjarje, si për gjetjen e armës, por edhe për persona të tjerë që janë përfshirë, siç është Sajmir Gjuta dhe Elvira Gjuta, pra pikërisht për të cilën policia ka ngritur edhe akuzën, siç ishte për të arrestuar në ditën e sotme, ato të moskallëzimit të krimit, veprimeve që pengojnë zbulimit të vërtetës, por edhe armbajtje pa leje, pra për shkak të asaj ngjarje të rëndë që ndodhi një ditë më parë. 18 vjeçaris për këtë ngjarje? Në fakt ende nuk kanë arritur që të marrin edhe një dëshmi për shkak edhe të gjendjes shëndetësore, megjithëse dëshmit janë pothuajse të gjithë familjarëve të tjerë që janë marrë, dhe deri në këtë fazë pra ku kemi të bëjmë pikërisht me një vetë plagosje dhe nuk ka indicje të tjera, të paktën nga aq sa kemi mësuar nga grupi hetimor që mund të kemi ndonjë episod tjetër apo ndonjë ngjarje tjetër, pra por jemi tek sigurisht pra të paktën sipas hetimeve të deri kësaj faze tek vetë plagosja e 18 vjeçares me armë, pavarësisht se kjo armë nuk është gjetur për t'ju kryer sigurisht edhe një ekspertizë. E kuptoj, do të shohim se si do të shkojnë hetimet për të ngjarje deri në përfundim të tyre. Faleminderit Ervin. Vijmë mëtej, një 51 vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia pasi u gjet në banesë një pistolet dhe municion luftarak. Shërbimet e komisariatit të policisë nr. 5, si rezultati informacioneve të siguruara se një shtetas mbante armë zjarri në banesë, organizoi dhe finalizoi një operacion policor ku u finalizua me sekuestrimin e tyre. Në kuadër të këtij operacioni u vënë pranga gjithashtu edhe 51 vjeçari banues në Kamës. Nga kontrollet në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruar një armë zjarri, pistolet, municion luftarak që posedoheshin pa leje. Policia ka arrestuar 35 vjeçarin Elsona Çoba pas një operacioni kundër emigrantëve të paligjshëm. Përmes një njoftimi, policia thotë se 35 vjeçare transportonte emigrantë që synonin të kalonin ilegalisht në Shtetet e Bashkimit Evropian, po ashtu në njoftim thuhet se ka dyshime se ajo ju ka marrë emigrantëve nga 2500 euro me premtimin se do t'i transportonte në Itali. 35 vjeçare u kap në flagrancë në afërsi të Lezhës, teksa transportonte 5 emigrantë të cilët i kishte marrë në Vlorë. Për shkak të dëborës me intensitet të lartë dhe rrezikut nga urtekët, segmenti qafë-thorë-theth në Shkodër është mbyllur për çdo mjet. Autoritetet rrugore paralajmërojnë se qarkullimi do të qëndrojë pezulluar deri në njoftim të ri, ndërsa drejtuesit e mjeteve këshillojnë të përdorin itinerare alternativ dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore. Rreshtit intensive të dëborës ditët e fundit të shoqëruara edhe me temperatura të ulta kanë favorizuar krijimin e shtresave të paqëndrueshme të dëborës në shpatet malore, duke sjellë bllokim të segmentit rrugor qafë-thorë-theth në Shkodër. Një nga akset më të frekuentuara turistike drejt thethit. Rruga është mbyllur për qarkullimin e automjeteve për shkak të rrezikut nga urtekët e dëborës, duke bërë të pamundur qarkullimin e çdo mjeti në këtë segment.
Autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile njoftojnë se për arsye sigurie, qarkullimi do të qëndrojë i pezulluar deri në një njoftim të dytë. Edhe mjetet borpastruese nuk mund të ndërhyjnë aktualisht në zonë për shkak të rrezikut të lartë nga ortek të tjerë të mundshëm dhe kushteve të vështira atmosferike. Zona pranë tuneleve panoramike konsiderohet një ndër pikat më problematike gjatë sezonit dimror për shkak të ekspozimit ndaj ortekave. Institucionet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të shmangin plotësisht këtë aks, duke zgjedhur itinerare alternative. Ishte gjithçka përgatitur për edicionin e mesditës. Unë juftoj klikoni në webin tonë abc.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencët 105 FM. Në vim do t'jeni me kolegu Ertan Prifti në Sport Center. Faleminderit që na ndiqni.